Protesta qytetare në Korçë ka vijuar për ditën e 6 të radhës, të mbledhur në zonën këmbësore të qytetit. Protestuesit kanë shprehur pakënaqësinë e tyre lidhur me situatën ekonomike, emigracionin, sistemin shëndetësor dhe politikat që sipas tyre po ndikojnë negativisht në jetën e qytetarëve. Një prej protestuesve tha se qytetarët duhet të reagojnë përballë padrejtësive, duke sjellë në vëmendje vështirësitë që hasin familjet shqiptare për të siguruar trajtim mjekësor për të afërmit e tyre. Të gjitha shtresa, duke filluar që nga fermerët që janë prindrit tim, unë që jam arsimtar, ekonomistët, doktorët, tu nuk funksionon arsimi jo, shëndetësia jo, dhe të gjithë, sepse çdo gjë varet jo në bazë të meritës, po në bazë të mikut Niko Pelesh, Kiço Graboçkë dhe shkallët me radhë. Mes çështjeve të ngritura u përmendën edhe tema me karakter elektoral dhe institucional. Disa protestues u shprehën se kryeministri duhet të ketë drejtën të ushtrojë vetëm një mandat dhe të mos rizgjidhet më pas. Shqipëria re një gjë themelore. Çdo 2 ose 3 vjet do ketë zgjedhje të lira me qeveri teknike. Dhe personi që do zgjidhet kryeminist apo ministër do zgjidhet vetëm një herë. Dhe personat e familjes së tij nuk do zgjidhen me. Ka plot intelektual Shqipëria, kështu çmontohet demokracia. Po ashtu, ata shprehen shqetësimin për shpopullimin e vendit dhe largimin e të rinjve drejt emigracionit. Jam mësues me profesion, kam 20 vite mësues dhe sot ndihem më keq se kur. Aktualisht jam në punë, sepse Rama e zbrazi Shqipërinë. Lidhur me kreun e Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha, disa protestues deklaruan se për shkak të moshës së tij, drejtimi i forcave politike duhet u lihet brezave të rinj. Përveç Ramës kemi edhe një Sali që sot ai ka 14 vjet që le Shqipërinë pa opozitë dhe pretendon që unë jam e ardhmja në moshën 80 e ca vjet. Po e ardhmja e tij është në Shëntriavë, kurse edhe ardhmja e Ramës është në Burg. Protestuesit kanë bërë thirrje për më shumë vëmendje ndaj problemeve sociale dhe ekonomike, duke kërkuar zgjidhje konkrete për çështjet që sipas tyre prekin përditshmërinë e shqiptarëve dhe qytetarëve.